Se çdo kush është i pafajshëm derisa nuk provohet fajtor në çdo shkallë gjykimit apo jo. Çfarë ndodh sikur të jetë vërtet? Po nga plot të pafajshmit tani që kanë kaluar eksperienca traumatike me prokurorinë e pavarur, kanë mbaruar punë, kanë dalë pafajshëm, ku janë sot? E dini ku janë? Një pjesë e madhe e tyre e kanë lënë punën në shtet. Ose vazhdojnë, po gëzojnë një status të vetë fituar dhe të vetë pranuar nga tjerët. Nuk firmosin më, asnjë copë letër. Nga frika. Disa kurohen nga psikologët. Çka ka fituar këtu drejtësia dhe çka ka fituar ky shtet që për jetë vërtetës nuk i ka burimet njerëzore sa të kinës, po i ka të kursyra. Dhe duhet bëjmë më të mirën që ti menaxhoj me sa më shumë kujdes dhe me sa më shumë dinjitet. Dhe këto pyetje duhet ja bëjmë vetes njerëz të drejtësisë, të cilët pavarësia e dhuruar nga pikërisht pushteti legislativ dhe pushteti ekzekutiv do t'i bëj shumë më të vetëdijshëm për dëmet që mund të bëj fuqia e tyre e pa kontrolluar nga njeriu brenda tyre. Nga egoja, ambicia, të gjitha ato ndjesi tjera që të gjithë njerëzit i kemi, por që tek dikush që merret me jetën e të tjerëve janë për t'u frenuar sa më shumë. Fuqia e tyre e pa kontrolluar nga prindi brenda tyre, nga vllai dhe motra brenda tyre, nga familjari dhe qytetari brenda tyre. Mos i bëj dikujt atë që nuk do që të tjerët të ta bëjnë ty, thonë librat e shenjtë. E kjo të devizë çdo njeriu që ka pushtetin të lëndoj apo të ngrej lart jetën e dikujt tjetër. Jo për të mbyllur syt para provave të fajt, në asnjë mënyrë jo, po për t'i hapur syt katër që fajt mos jetë për askënd fat i paracaktuar nga dora dhe egoja e tyre. Dhe të mos e harrojnë atë postulatin e famshëm, më mirë 100 fajtor jashtë se sa një i pafajshëm prapa hekurave. Kur grupi ynë i punës që po punon me ekspertët e Ministrive të Drejtësisë të Italisë dhe të Francës për reflektimin mbi procedurat tona penale, vurin tavolin një pikë të caktuar për diskutim, profesoresha e njohur që është në anën e palës franceze, tha diçka që unë duhet ta ndaj publikisht me ju këtu, e kam ndarë me disa prej jush. Me sa kam lexuar dhe mësuar deri tani, tha, ju në Shqipëri nuk niseni nga liria kur mendoni për drejtësinë, por niseni nga heqja e lirisë. Dhe ky është një problem shumë i madh që shkon përtej kodave dhe ligjeve të shkruara. Ndërkohë, tha, kodet, edhe kodi penal, shkruhet për të garantuar lirinë, jo heqjen e lirisë. Dhe heqja e lirisë është funksion i garantimit të lirisë. Dhe ne këtu, dhe kaloj në një pikë tjetër, grupi udhëheqës dhe qeverisës i këtij vendi jetojnë brenda një paradoksit të madh. Sa të padrejtë dhe dhimbshëm, aq dhe të pashmangshëm për jetë vërtetës. Dhe ky është një tjetër rrezik i këtij udhkryqi, nëse ne nuk e lexojmë,
nuk e trajtojmë si duhet dhe nuk distancohemi që të gjithë sa duhet. Ne e deshëm reformën drejtësi, qysh se ishim në opozit. Dhe e bëm kur erdhëm pushtet, madje duke treguar dhe gatishmërit plot për ta hedhur në erë qeverinë e koalicionit asaj kohe, nëse aleati ynë i mandatit të parë nuk do të na ndiqte deri në fund. Dhe ky është fakt. Kush tregon një histori tjetër nuk tregon të vërtetën. Patjetër që aleati dhe kundërshtarët e tjerë të reformës u rreshtuan nën trysninë e asaj që quhet rruga e Elbasanit. Edhe këtë e dim. Por, për sa na takonte neve, ne ishim ata që projektuam dhe e diktuam rreshtin. Pa na e diktuar dhe pa na trysnuar askush, sepse nëse s'do kishte një kal që të tërhiqte karrocën, ata ndash të rrugës Elbasanit e ndash të rrugës Durrës Bari Brindisi, nuk kishin nga dha shpiknin kalin, se këtu ishin që nga viti 1991. Dhe pa diskutim që ne e bëm këtë me vetdije të plot. Edhe për ato që do vinte. Të paktën unë personalisht nuk e kam imagjinuar as si fasad dhe as si një shëtitje në park reformën drejtësi, përkundrazi, e kam ditur që do të vinte me gjak nga yni dhe me balt mbi ne. Sepse ishte një përpjekje e vërtet për ta dorëzuar shpatën e pushtetit të drejtësisë në duart e njerëzve të drejtësisë dhe ajo shpatë në duart e një pushteti që nuk do ishte më në kontrollin ton, për të punuar do kërkonte kokat tona. Kështu funksionon. Dhe për ta marrë me mend këtë, nuk ishte nevojë të ishe as profet, as fallxhor. Po mjafton të ishe një lexues kurioz i historisë së revolucioneve të drejtësisë në vende të tjera. Përmbysja që ne i bëm sistemit vjetë të drejtësisë ishte revolucionare. Për pavarësinë e drejtësisë. Dhe tani po jetojmë një periudhë ethesh revolucionare të një drejtësie të re dhe të pavarur, që pikërisht pse është shumë e re, nuk është as e paanshme, as profesionale. Nëse do të bëja një krahasim, çdo krahasim çalon, drejtësia sot është si qeveria shqiptare e vitit 1992. Fuqi e madhe politike, traditë demokratike 0 nga 1/10 dhe autokontroll që varion nga 0 në 4, po që mbetet prap në notën kaluese, po të kesh parasysh se po sipas Këshillit të Evropës jemi jo vetëm vendi me shifrën më alarmante të paraburgimit në kontinent, po jemi të dytët vetëm pas Rusisë për raportin mes dënimeve dhe pafajësive. Dhe me një diferencë shumë të sikletshme edhe nga rajoni ynë këtu, nga gjithë të tjerë këtu, me cilët jemi paka shumë njësoj, në të gjitha aspektet. Po ku është paradoksi shumë i madh? Sa i padrejtë dhe i dhimbshëm, aq dhe i pashmangshëm. Sa e thjesht aq edhe për të qarë hallin që s'pres në fakt na i qaj askush. Paradoksi është se ndërkohë që fal nesh nën hudheqjen e deri dhe me lëkurën tonë, po bëhet në Shqipëri ky transformim i cili do të hyjë në histori si një transformim epokal, me një drejtësi të re dhe të pavarur, me të gjitha dobësitë dhe lajthitjet e veta të natyrshme për moshën fare të re që ka, por që e ka marrë shpatën e luftës kundër korrupsionit dhe të krimit organizuar me bekimin ton, qeveria jon goditet pa pushim si më e korruptuara dhe Shqipëria baltoset pa pushim si më e kriminalizuara.
Shikojeni se si u turin tenxheret që prokuroria nuk i heton, edhe pse i ka prej kohësh dosjet atje, për pastrim parash dhe për evazion fiskal, me fakte dhe të nënshkruara nga autoritetet e të njëjtit shtet. Po si mundet? Si justifikohet? Si gëlltitet? Kjo burracakrie neveritshme prej trimash që bëjnë shpatarin e verbër me punonjësit e shtetit dhe me politikanët e Partisë Socialiste. Për gjithë farë lloj çështjesh dhe akuzash që shkojnë nga ato serioze deri tek shpërdorimet imagjinare të detyrave të punonjësve të administratës dhe friken si pula nga dy uturakët më të mëdhenj të pazarit mediatik të Shqipërisë, të cilët nga ana e tyre bombardojnë publikun me jashtënxjerrjet e lloj-lloj personazhesh antikorrupsion në ekran dhe me parat zezë në dorë pasi mbaron bombardimi, ndërkohë që dosjet me të gjitha faktet për riciklimin e paras pist dhe për evazionin e tyre fiskal janë në prokurori.